Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka zhvilluar këtë të hënjë takim me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjikun, për të diskutuar çështjen e zgjedhjes së presidentit të vendit. Takimi vjen në një moment kritik pas përfundimit të mandatit të presidentes Vjosa Osmani më 4 prill. Në përputhje me kushtetutën, detyra ushtruese së presidentit e ka marrë kryetaria e kuvendit Albulena Haxhiu. Pas përfundimit të takimit, pritet që palët të dalin me deklarata për media. Prej muajsh, skena politike në Kosovë mbetet e bllokuar për këtë çështje, pasi partitë kryesore nuk kanë arritur të gjejnë një kandidat të përbashkët. Lëvizja Vetvendosje, e cila fitoi zgjedhjet e parakoshme të 28 dhjetorit dhe ka 57 ulse në kuvend, nuk i ka votat e mjaftueshme për të zgjedhur e vetme presidentin. Për këtë proces kërkojnë të paktën 80 vota. Qeveria e re u formua më 11 shkurt, ndërsa pak ditë më pas Kurti nisi konsultimet me opozitën për pa rezultat konkret. Më 5 mars, Lëvizja Vetvendosja propozoi 2 kandidat, Glauk Konjufcën dhe Fatmire Kolçakun Mullhaxha, por mungesa e korumit e bllokoi procesin. Një ditë më vonë, ish presidenti Osmani ndërmori hapin për shpërndarjen e kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja, por dekreti i saj u konstatua nga Lëvizja Vetvendosje në gjykatën kushtetuese. Gjykata vendosi se dekreti nuk kishte efekt juridik dhe caktoi 28 prillin si afat përfundimtar për zgjedhjen e presidentit. Nëse deri atëherë nuk arrihet marrëveshja, vendi do të përballet me zgjedhje të reja, të cilat duhet të mbahen brenda 45 ditësh. Ndërkohë, kryeministri Kurti dhe përfaqësues të Lëvizjes Vetvendosje kanë theksuar vazhdimisht nevojën për konsensus politik, duke kërkuar shmangjen e zgjedhjeve të parakoshme. Megjithatë, deri tani nuk ka sinjale konkrete për një marrëveshje mes palëve.